Le të kthehemi pak pas në kohë në botën e vjetër të marketingut. Një botë ku kompanitë, le të themi, e kishin lojën në dorë, kishin kontroll të plotë mbi mesazhin e tyre. Por sot gjërat kanë ndryshuar totalisht. Ai kontroll praktikisht është avullor. Kompanitë tani janë si anije në një det të trazuar, ku mesazhi i tyre mund të ndryshohet, të keq kuptohet ose thjesht të humbas fare. Dhe kjo natyrisht na sjell te pyetja thelbësore. Në një botë ku mesazhi ynë kalon përmes kaq shumë duarsh, gazetar, miq në rrjete sociale, influencues, si mund të sigurohemi që ai të arrijë publiku ashtu siç duam ne? Kjo është sfida e madhe, enigma e marketingut modern. Shikoni pak këtë krahasim. Në modelin e vjetër, gjithçka ishte e qartë. Paguaj për një reklam, e kontrolloje mesazhin nga A-ja të Z-ja dhe kishe vetëm një person për të bindur, konsumatorin. Sot historia është ndryshe. Mesazhi duhet i kalojë një filtri të parë, një ndërmjetësi, qoftë ky një gazetar apo një mik. Dhe pa pritur, në sken del një klient i dytë, po aq në mos më i rëndësishëm se i pari. E kjo na çon drejt e te pika jone e parë. Le të fillojmë me një nga format më klasike të këtij marketingut tërthort, marrëdhëniet me publikun ose, siç e njohim të gjithë, PR. Pse kaq shumë fushata PR-i thjesht dështojnë? Skenari është pothuajse gjithmonë i njëjtë. Kompanitë shkruajnë një komunikat për shtyp plot entuziazëm për produktin e tyre të ri, e dërgojnë kudo dhe pastaj asgjë. Krik, heshtje totale. Kjo ndodh sepse ato harrojnë një detaj thelbësor, kujt po i drejtohen në të vërtetë. Ato bien në atë që mund ta quajmë vrima e zezë e komunikatave për shtyp. Këtu fshihet i gjithë sekreti. Klienti i parë i një fushate PR nuk është publiku, por gazetari. Dhe le të jemi të sinqertë, gazetarëve nuk u bëhet vonë për njoftimet e thata të kompanive. Ata janë në kërkim të një historie të mirë, diçka që do t'i tërheqë lexuesit e tyre. Pra, për të pasur sukses, duhet t'u japësh pikërisht atë që duan, një histori fantastike. Ka një shembull të jashtëzakonshëm të një kompanie që e kuptoi këtë më mirë se kushdo. Le të zhytemi në historinë e American Giant. Në pamje të parë, kjo tingëllon totalisht e palogjikshme apo jo, një kompani veshjesh që i troket në derë një gazetari të specializuar për teknologji. S'ka asnjë kuptim, e megjithatë, pikërisht këtu qëndron genialiteti i strategjisë së tyre. Ata e dinin saktësisht se kush ishte klienti i tyre i vërtet. Le t'i ndjekim hapat e tyre me radhë, sepse janë vërtet brillant. Së pari, identifikuan audiencën. Ata e kuptuan se klientët e tyre ideal ishin lexues të rregullt të rubrikave teknologjisë. Së dyti, dhe këtu është çelësi, ata e dinin që bluza më e mirë në botë nuk ishte as pak një histori interesante për një gazetar, por si një kompani po përdor teknologjinë për të bërë diçka të pamundur, pra prodhim cilësor me kosto të ulët në Amerikë, kjo ishte një histori që ia vlente të tregojë. Dhe prova më e mirë vjen nga vetë fjalët e gazetarit. Ky citat nga artikulli tregon saktësisht se çfarë tërhoqi atë. Jo bluza, ishte inovacioni, ishte sfida, ishte historia e një kompanie që po bënte të pamundurën. Kjo ishte historia që ai mezi priste t'ua tregonte lexuesve të tij. Dhe cili ishte rezultati i gjithë kësaj? Ky numër, 55. Ky është numri i porosive që kompania mori në vetëm 1 minutë pasi u publikuar artikulli. Imagjinoni pak. Brenda 36 orëve, ata shitën të gjithë stokun që kishin planifikuar për muaj të tërë. Një sukses i jashtëzakonshëm, i arritur sepse ata i shërbyen klientit të parë, gazetarit. Mirë, tani le të lëvizim nga marrëdhëniet me publikun për të parë se si i njëjti parim funksionon në një botë tjetër të marketingut të tërthort, videot virale dhe argëtimi online. Këtu kemi dy fushata që s'mund të ishin më të ndryshme. Në njërin anë, kemi BMM me filmat e shkurtër The Hire, me regjisor të Hollywoodit yje si Madonna dhe një buxhet prej miliona dollarësh. Në anën tjetër, kemi Blendtec, një kompani blenderash me themeluesin e saj që bluan gjëra nga më të çuditshmet, si iPhone apo topa golfi, me një buxhet pothuajse zero. Por shikoni rezultatet, të dyja patën një sukses marramëndës sepse ndoqën të njëjtin parim. Argëtimi nuk ishte thjesht një mjet për të përcjellë mesazhin, argëtimi ishte vetë mesazhi. Dhe kjo fjali e thotë më mirë se çdo gjë tjetër. Kjo është psikologjia e marketingut viral e përmbledhur në një fjali. Klienti ynë i dytë këtu është miku që e shpërndan videon. Dhe pse e bën ai këtë? Sepse ajo video është si një dhuratë e vlefshme për rrethin e tij shoqëror. Është diçka gazmore, interesante ose mbreslëndse që e bën atë të duket mirë para miqve. Tani, le të prekim një temë tjetër delikate, mediat sociale. Një fushë ku kompanitë shumë shpesh bien në grack, duke harruar sërish se kush është klienti i tyre i vërtet.
Ky është një shembull klasik çfarë duhet bërë kundrejt çfarë nuk duhet bërë. Nga një anë, State Farm bëri një fushat të lehtëshme për të marrë pëlqime me fotokafshësh me pulavra, dhe morën shumë pëlqime, por ishin pëlqime për macet, jo për kompaninë e sigurimeve. Nga ana tjetër, Allstate solli në mediat sociale personazhin e tyre të famshëm Mayhem. Njerëzit e pëlqyen sepse e adhuronin personazhin dhe çdo postim përforconte mesazhin kyç të Allstate, mbrojtje nga kaosi. Pra, në fund të ditës, gjithçka reduktohet në dy kurthe kryesore që duhen shmangur. Së pari, mos u vërboni nga metrika boshe si pëlqimet nëse ato nuk kanë lidhje me objektivin tuaj. Dhe së dyti, mos u ndjeni të detyruar të hidheni në çdo platformë të re që del në treg. Shkoni aty ku janë klientët, jo aty ku është zhurma më e madhe. Kemi arritur në thelbin e gjithçkaje. Kemi parë marrëdhëniet me publikun, videot virale, mediat sociale, po cila është fija e përbashkët që i lidh të gjitha këto? Kjo pyetje bashkon elemente që duket se nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin. Një bluzë me kapuç, një blender kuzhine dhe personazhi Mayhem i Allstate. E megjithatë, ka një parim të artë që i bashkon të gjitha këto histori suksesi. Dhe përgjigja është kaq e thjeshtë, por shpesh harrohet. Suksesi në marketingun modern nuk vjen duke i bërtitur sa më fort konsumatorit, ai vjen duke identifikuar dhe duke i shërbyer nevojave të ndërmjetësit, atij personi që qëndron mes markës dhe audiencës finale. Le ta bëjmë edhe më konkret. Për American Giant, klienti i parë ishte gazetari. Për Blendtec ishte miku që donte t'i bënte shokët të qeshnin. Për Allstate ishte tifozi i angazhuar që e pëlqente personazhin Mayhem. Duke i shërbyer këtij klientit parë, ata arritën të fitonin edhe klientin e dytë, konsumatorin final. Dhe kështu, sfida mbetet për çdo projekt, për çdo ide të re. Për te konsumatorit, kush është ai ndërmjetës, ai person kyç, ai klient i parë, besimin dhe interesin e të cilit duhet ta fitojmë? Sepse përgjigjja ndaj kësaj pyetjeje mund të jetë pikërisht diferenca midis një ideje që harrohet dhe një suksesi të jashtëzakonshëm.